10 dhe kanë një top mes. Dhe me qatë top du të me bo golla. E nuk du të me ndiku referi me e prish lojën. Unë mendoj që mbrëm, tash, unë nuk e marrë vesh shumë fushën e drejtësisë te futbolli, sepse jam jurist, po nuk jam refer, por me që thotë ndoshta ka mujt a i kartoni koq mes me egzistu. Dhe me lonë mu vazhdu loja. 11 me lojtë në 11. Ne kem pas dëshirë me fitu Zvicra, kem pas dëshirë për shkak të Gjakës, për shkak të Shaqir, të Jashorit, por edhe për shkak 400.000 shqiptare që jetojnë në Zvicër. Por ne e dim që Argentina është ekip më i mirë se sa Zvicra. Por mbrëm nuk u tregu që Argentina është ekip më i fortë se sa Zvicra. Dhe ka lujt 11 lojtor plus referi. Ndërsa kënej është ndërshku Embolo dhe kanë lujt 12 me 10. Ishte si të Po stimulim si shqa, pasion? futbolistat, që ku e kemi trajnerin më nesh, që dhe kjo ka bon si farë ekzibicione sportive, sepse detyra atine, sa më i përgatitun psiqikisht që tjesh, aq më shumë bën zime, kërkon penalti e tjere, lojtarët e mirë bujnë këtu. Po, vështë një lojtar i menqëm, kërkon stimulim, bën stimulim të ofër penalti se jo gjithë fushës, apo jo, me gjitha të tash, ashtu e ka menduaj, por unë nuk e besoj që në këtë lojnat mdoja, këtë kartonat koq. Kartoni koq është për një startosh. Dhe bilim duket për jetor. Ligji do me thonë si lastiku është, a? Po, është ligji si lastiku dhe i përshtatet individave të caktum. Unë mendoj që Argentina ka orë deri sot e do të vjen 8 mornat mërkur për shkak të Lionel Messi. Po mos ishte Messi. Po mos ishte Messi, Argentina do të kishte nëzër biletet për me shku në shpit vetë, që një 2 loj. Ma dja dhe kepi shpesë se kish mujtë. Do të mu ndërlidh pak në këtë temë. është një loj, ka qenë një loj e mirë, ka qenë një loj kozhofer, nuk ka qenë loj fërdashpër. Sepse ne jemi mësume po Kolumbin, e cila dhe ka qenë mirë, po Uruguay, Paraguay, ato shtetet Meksika, nëjnej, që ata lujnë futbol të fortë dhe tashpër. Ndërsa Argentina dallon për atyne. Ndërsa Zvicra ka qenë ekip brillant, që tashti ne mund të flasim pak edhe për shkak të dashurisë që kemi për Gjakën, po ka luajtur mirë. Dhe kur të luan mirë,